A e dini se sa shpesh duhet bërë pastrimi dhe lubrifikimi i zinxhirit motorit? Për të pastruar zinxhirin e motorit ju duhet një shishe benzinë me tap çar, ju duhet një VD40 ose çdo lloj kinezliku tjetër për lubrifikim, dhe ju duhet edhe një furçe nga këto të hekurit që ta kruaj sa më mirë zinxhirin, sidomos ato o-ringsat që t'i heqi. Po ta shikoni, zinxhiri ka disa gomina që benzina bashkë me atë furçën e hekurit e heqin shumë mirë. Për te shakave, vetëm gjë që ju duhet është chain cleaner nga Motuli dhe chain lube nga Motuli. Motulin e keni distributor zyrtar në Shqipëri, kështu që për mendimin tim është një ndër të vetmet ku ke garanci që i marr origjinale. Personalisht kur punoj me zinxhirin e ngrej kombalec. Gjë tjetër që unë përdor kur pastroj zinxhirin janë to furçet, që janë vetëm për zinxhir, dhe këto ndihmojnë produktet që shpërndahen sa më mirë dhe të pastrojnë sa më mirë zinxhirin. Një gjenin Temu ose në AliExpress. Gjë tjetër që duhet ta bëni se s'bën kur pastroni zinxhirin është ta pastroni dhe pinjonin. Se edhe kur e çon servis, ka shumë pak servise që i pastrojnë. E mira e këtyre furçeve është që kanë këtë pjesën e fundit shumë fort dhe janë shumë të mira për pastrim. E lubrifikojmë. E bëjmë pak me pastruesin e zinxhirit. E sfërkasim dhe këtu. Dhe vazhdojmë pastrimin. Gjithë papastërtitë në tokë. Tani, kur pastron zinxhirin, e mira është që motori të jetë neutral, që ti të kesh hapësirë me lëviz gomën. Dhe shumica e pastrojnë zinxhirin kështu, rrotullojnë gomën si mënyra më e sigurt për të pastruar zinxhirin. Personalisht përdor një mënyrë pak më të rrezikshme. Ndërsa për të pastruar pjesën tjetër të zinxhirit, unë përdor një mënyrë pak të rrezikshme. Unë ndez motorin, e fus marsh dytë. Kjo është gjendja e zinxhirit direkt pas asaj, duke përdor këtë Motulit. Edhe pisliku poshtë. Tani, para se ta lubrifikoni këtë, kjo duhet pastru mirë. Merrni një leckë keqe edhe pastrojmë me radhë gjithë zinxhirin. Okej, unë përveç saj bëj edhe një pastrim tjetër. Që është për të eliminuar gjithë pikat e pastruesit. Ajër. Tani, që mos bëjmë pjesë elementet e tjera të motorit, duhet të presim një karton në këtë mënyrë, dhe pastaj fillojmë në procesin e lubrifikimit, i cili bëhet në këtë mënyrë. Rrotullon gomën. E mira është të kesh një person tjetër që rrotullon gomën. Unë se kam. Edhe kur shohim që është i lubrifikuar, do ndalojmë. Edhe zinxhiri është lubrifikuar. Tani, ky nuk duhet ngjitet. Ky nuk duhet ngjitet për rreth gjysmë ore, derisa lubrifikimi të shkojnë në vend vet. Pas gjysmë ore mund ta ngasësh.
Kjo është rezultati final dhe për të përgjigjur pyetjes parë që bëm në fillim videos, zinxhiri duhet pastruar dhe lubrifikuar minimumi në çdo 1000 kilometra. E mira është çdo 500 kilometra, po minimumi në çdo 1000 kilometra.